Bia, ndërsa rri ulur në koltuk dhe luan me gishtërinë nga nervozizmi, ngre syt drejt Edit që po qëndron pak më tutje, duke parë diçka pa shumë interes. Ajo merr frym thellë, sikur po mblidhet me vete, pastaj çohet ngadalë dhe afrohet tek ai. Edi, mund të them diçka? I thot me një zë të ulët, pothuajse të pasigurt. Ai kthen kokën dhe e sheh me habi. Po, çfarë ke? Të shoh pak të tensionuar. Bia ulet pranë tij, duke shtrënguar duart në prerë. Pastaj i afrohet edhe më shumë, sikur nuk do që të dëgjoj njëri tjetër. Kam një sekret. Por dua ta mbash vetëm për vete, i thot me një ton të ndjeshëm. Edi bëhet serioz. Okej. Fol. S'të them kujt. Ajo merr edhe një frym të gjatë, pastaj më në fund e lëshon atë që po i rëndonte në mendje. Unë kam shumë hormone. Më ndikojnë shumë. Ndonjëherë ndihem sikur emocioneve nuk ua vëfre dot. Më kapin shpejt nervat, emocionohem pa arsye, qaj shpejt, pastaj qesh. S'di si t'i kontrolloj. Edi e sheh me sy të mëdhenj, pak i habitur, por edhe pak më i kuptueshëm. Prandaj je kaq e çuditshme sot. Po pse ma thua mua këtë? Bia hedh syt poshtë dhe ngre supet lehtë, sikur nuk gjen dot fjalët e duhura, sepse nuk dua të mendosh që jam dramatike kot. Ose që po bëj lojë. Unë thjesht ndihem shpërthyesh. Dhe ti më dukesh si personi i vetëm këtu që ndoshta mund të më kuptoj. Ai mbështetet pas divanit dhe e vëre se ajo po i dridh pak duart. Bia, s'ka gjë. Nëse të ndihmon me të vërtet, mund të flasësh me mua sa herë të duash. Ajo ngrit kokën ngadalë dhe e shikon drejtë në sy, me një ndjenjë lehtësimi të papritur. Faleminderit. Se vërtet s'po i përballoj dot ditët e fundit. Thjesht doja të flisja me dikë. Edi tund kokën dhe buzëqesh lehtë. E mirë ke bërë që më the. Si e vetëm, okej? Bia merr frym më lirshëm, sikur më në fund e ka hequr një peshk nga shpina. Ajo e ndjen që në atë moment është hapur më shumë se zakonisht, dhe kjo e bën të ndihet më e prekshme, por edhe më e qetë.